Lejletul Qadr, Zoti në Kur'an na ka mësuar se çka është puna e kësaj note. E ka zbrit një sure që e mbon këtë emër. Pastaj edhe në surën Dukhan, Zoti e ka përmend këtë natë. Në surën Al-Qadr, Zoti ka thonë, e ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Qadrit. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Pastaj thot, wa ma adraka ma lejletul Qadr. Çka ka shtyr ty me ditë se ç'është nata e Qadrit? Shpreha wa ma adraka, kur vjen në këtë formë se çka të ka shtyr ty, flet domethënë në kohën e shkuar, kjo formë e shprehjes kur Zoti drejtohet në Kur'an profetit Muhammed a.s. Atëherë kuptohet se Zoti do të njoftoj ty. Dhe keni parasysh, kur Zoti flet për natën e Qadrit, atëherë është të fol i gjithdijshme, i gjithfuqishme, ne nuk duhet të mosim gjanat me peshërën tonë, po kur Zoti e vlerëson natën e Qadrit, dhe thotë që çka të ka shty ty për me kuptu për natën e Qadrit, I drejtohet profetit, por nëpërmjet profetit edhe pasuesve të profetit, kjo e bën edhe më interesant. Edhe ngjall kurreshtje. Dhe pastaj thot Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Qadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Nëse përkthejmë vite, 83 vite. Nëse përkthejmë një jetë njeri, mbi mesataren. Amo një jetë njeri me përkushtim, me adhurim, me ibadet, sepse njeriu ka mundësi ato 120 vite, prej atyre 120 vite ndoshta 5 vite si koproduktive. Dhe Allahu xhaleshano quajti nata e Qadrit sepse fjala Qadr ka disa kuptime. Kuptimi I parë është vlerë, është pozit, është madhështi, është prestigj. Dhe kuptimi I dytë është caktim, përcaktim I Zotit. Pra Zoti flet se këtë natë, në bazë Kuranit kuptohet se po ndodh kanë shumë dodhit mëja në kozmos. Atëherë po ndodh kanë një farë forme ushtarët e Zotit, melekët e Zotit, po pranoj kanë një listë, në cilën listë janë caktimet e krijesave të Zotit. Pra janë urdhnat që Zoti ja jep melekëve të cilët duhet me realizu. Dhe prandaj është nata e caktimit, nata e marrjes vendimeve të mëdha. Pastaj nata e Qadrit, Qadr vjen në kuptimin në gjuhën arabe, vjen në kuptimin e ngushtimit. Kur flet Zoti për riskun e përdorur këtë shprehje, pra është nata e ngushtimit. Çfarë kuptimi? Sepse atë natë, Surja Al-Qadr, Zoti vazhdon dhe thotë, zbresin tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Atë natë zbresin melekt, këtë natë, por nuk zbresin vetëm melekt, por zbres edhe meleku I njohur që ka zbrit Kur'anin. Zbret edhe Xhibrili. Çka do të thonë kjo? As shumë zbresin melek sa që toka ngushtohet, sikur nuk ka vend me zon gjithë ata melek që zbresin prej qiellit. Do të thonë kjo është madhëria. Pse ka mund nata e vlerës? Sepse për shkak asaj që ka ndodhur, për shkak ndodhis, sepse në këtë natë ka filluar me zbrit Kur'ani dhe kjo nata respektivisht për nder të Kur'anit e ka marrë emrin nata e Qadrit. Surën Ad-Dukhan, Allah thotë ne kemi zbrit Kur'anin fi lejletin mubarake, në një natë të bekuar. Në një natë të bekuar, do të thonë nuk është natë e thjesht, sepse ka ndodhur një ndodhi shumë e madhe. Është bë kontakti me tokën, është lidh qielli me tokën. Njerëzit nuk janë me pa mesazh. Ju ka ardhur mesazhi I cili ju tregon njerëzve se çka tutje, se kush është Zoti I tyre, se cilat janë obligimet e tyre, se cila është rruga që ata duhet me trasu. Pra thjesht ju ka zbrit njerëzve një ilaç për shpirtat e tyre. Ju ka zbrit njerëzve një mesazh I cili ja pasuron mendjen e tyre. Ja u mon mendjen në kontroll që mos me deviju mendja. Po mendjes I ndihmon, pra ka zbrit një mendje e madhe, pra Kurani, mesazhi, si thot Imam Gazali, ka zbrit një mendje e madhe, shpallja, me ndihmu mendjes të vogël, mendjes njeriut. Pra ka zbrit mendja e madhe, shpallja që është e pagabueshme, me ndihmu mendjes të vogël e cila është e kufizuar dhe e gabueshme. Pra njeriu përmes Kuranit bëhet I gjallë. Njeriu përmes Kuranit e kupton rolin e tij pse Zoti e ka kriju dhe çush e ka kriju dhe çka është roli I tij që ai me qenë me kems I Zotit në tokë. Pra kjo është nata e Qadrit e cila respektivisht për shkak të Kuranit Allahu xhaleshanuhu ja dha këtu epitete kësaj nate.